të trembin. Po ky është një emision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Ndërkohë që mata në stadium zhvillohet ndeshja Partizani Tirana, ku njerëzit hanë me dhëmbë, është gati e njëjta atmosferë si te Squid Game. Do të thonë i njëjti intensitet luftarak dhe atje. Squid Game ndërkohë është me sa duket revelacioni filmik i dekadës, është ndoshta shumë e vështirë që thyesh rekordet e Squid Game. Është shfaqja numër 1 në Netflix në 90 vende. Dhe i ka gjithë elementet brenda, ka çik Tarantino, ka çik Terry Gilliam, ku diun ka lojra për fëmijë dhe imagjino në TikTok Squid Game është parë të paktën 23 miliard herë. Dhe gjitha këto kanë bërë që në Korenë e Jugut gjatë kohës që shfaqej seriali të kishte një ngadalësim të internetit, saqë providerat e internetit vendosën që t'i kërkojnë në Netflixit që t'i dëm shpërblente, meqense shkaktoi, siç thash, dëme në qarkullimin e informacionit. Por gjëja më interesante për këtë pjesën e Squid Game-it është mënyra se si është parë në Korenë e Veriut. Gjëja që ka ndodhur në Korenë e Veriut është faktikisht e njëjta gjë që ndodhte edhe në Shqipëri në kohën e komunizmit, ku çdo gjë që ndodhte jashtë ne përkthenim me stilin ton. Dhe e gjithë gjëja e Squid Game-it sigurisht që është përmendur nga mediat e Koreas së Veriut, duke shpjeguar si një sëmundje të madhe të kapitalizmit. Pra ta kanë pritur momentin për ta shpjeguar Squid Game-in me prizmin e tyre, dhe një nga gjërat që thonë është që në qoftë se ju shkoni në botën perëndimore, ajo çfarë ju pret është pikërisht ajo që ndodh në këtë serial. Dhe me këtë gjë kanë tentuar që t'i trembin të gjithë koreanët e Veriut për të tentuar ikjen jashtë atë dheut. Sot nuk është e hënë.